Zgjedhore ka ndërprerje të energjisë anë kanë vendit. Po është problem që është e vërtetë që zona më e rrezikuar është komuna Malishevës, është për shkak të transmisionit. Prandaj thjesht po e hap si debat, si dilemë, nëse është mirë për shkakun që me datën 1 janar të mos punohet, ndërkaq të vazhdojë numërimi me datën 2 janar prej orës 10. Prandaj ne nuk gëzojmë që me nal aktivitetin tonë. Duke pas që gjatë kësaj periudhe të fushatës zgjedhore ka ndërprerje të energjisë anë kanë vendit, konsideroj që prej KQZ-s nevojitet një komunikim i drejtë me ministrinë, por edhe me institucionet edhe organet tjera, në këtë rast edhe me KEC-in edhe me KESK-ën edhe KOST-in, kushdo që është i nevojshëm për të harmonizuar edhe për të pa se ku mund të kemi sfida për ditën e zgjedhjeve. Pra po flasim për procesin e numërimit që bëhet pas orës 19, por edhe që ka të bëjë me funksionalitetin edhe të kamerave në çdo vend votim. Por edhe me kapacitetet ekzistuese të qendrave të votimit, shkollave në këtë rast, me generator, në qoftë se janë të pajisur me tillë. Konsideroj që nevojitet një planifikim i detajuar i sekretariatit në raport me secilën qendër të votimit, por edhe në anën tjetër të shpalosim me sfidat tona që mund t'i kemi me qendrat komunale të numërimit, me secilën qendër komunale të numërimit, sepse i gjithë procesi i numërimit tashmë është i mbarur prej teknologjisë, pra nuk janë gjëra që bëhen manualisht. Para një 10 ditë kemi pas një takim me KEC-in, kemi pas një takim në këtë sallë. Edhe ajo që ai ka interesu KEC-it është ka qenë çështja e generatorëve që janë në dispozicion në qendrat votimit. Edhe në këtë dhënë e kemi marrë përket komisionive komunale zgjedhore, edhe ka prej qendrave të votimit që nuk kanë fare generator, ka edhe qendra të votimit që kanë generator, por që generatori është i lidhur vetëm për ngrohje, po jo për ndriçim. Në të bazuar në zgjedhjet e kaluara, KEC-i në këto zonat që kanë qenë më problematike i ka ofruar vetë llampat në vend votime. Po kësaj here ata kanë dashur me pa gjendjen e generatorëve në mënyrë që përmes ekipeve tyne në terren me aktivizu generatorët. Po është problem që është e vërtetë që zona më e rrezikuar është komuna Malishevës, është për shkak të transmisionit. Në mbledhjen e Këshillit të Operacioneve Zgjedhore kemi vendosur që dita e punës në raport me procesin zgjedhor të vazhdoj edhe me datën 1 janar prej orës 4, ndërkaq me datën 31 dhjetor të vazhdoj deri në orën 12, nuk e di nëse është vendimi më i mirë i mundshëm. Nëse ja vlen për shkakun që t'i angazhojmë ekipet e ndryshme në datën 1 janar, në kohën kur 31 dhjetori është festë dhe eventualisht njerëzit edhe mund të kenë, nuk e di, domethënë telashe që t'jenë plotësisht të angazhuar në ditën e nesërme. Prandaj thjesht po e hap si debat, si dilemë, nëse është mirë për shkakun që me datën 1 janar të mos punohet, ndërkaq të vazhdojë numërimi me datën 2 janar prej orës 10. Duhet ta kuptojmë që jemi në proces zgjedhor dhe natyrisht pjesë e përgjegjësive tona është që puna jonë të mos ndalet në mënyrë që ne në një kohë sa më të shkurtë ti bëjmë publike rezultatet e procesit zgjedhor edhe për kandidat gjithashtu, po pastaj edhe faza tjera të ankimimit dhe deri te certifikimi e rezultateve zgjedhjeve kërkon nga gjitha subjektet, nga gjitha akterët përfshirë në proces zgjedhor që ta kryejnë punën e tyre me përkushtim. Prandaj ne nuk gëzojmë që me nal aktivitetin tonë, një nështru festave, sepse është një proces i cili nuk gëzon me pas ndërprerje për shkak edhe të aspektit sensitiv, po edhe të integritetit të vetë procesit. Çështja e orarit është diskutuar në Këshillin për Operacionet Zgjedhore dhe është një pajtim që orari do të thotë me 31 dhjetor me qendrim 12, edhe me 1 janar 2026 me vazhdo pi 4. Në lidhur me këtë dakordim, pajtim të Këshillit për Operacionet Zgjedhore, sekretariati i KQZ-s ka njoftuar gjithë komisionet komunale zgjedhore. Ne kemi njoftuar përmes email-it, kemi njoftuar edhe përmes platformës WhatsApp, lidhur me orarin në data 31 janar, 31 dhjetor dhe 1 janar. Njoftimin vetëm e kanë pranuar.